se flitet shpesh për paregullësit, për blerjen e votës, për shfrytëzimin e administratës publike, megjithatë pika nevralgjike e gjithë sistemit të ngritur është pikërisht financimi i partive politike. Gjithë e dim se si bëhet financimi i fushatave zgjedhore prej 10 mos 100 milion eurosh, në të cilat sidomos partia që ka pushtetin e kthen fushatën zgjedhore në një lavatriçe të madhe të parave të krimit organizuar dhe në një kanal gjigant të parave të oligarkisë ekonomike. Çdo ndërmarrje e madhe apo e vogël, e cila nuk mund të justifikojë burimin e të ardhurave për shpenzimet që kryen, është subjekt i hetimit të drejtësisë, jo më partitë politike në këtë që janë duke bërë tash e sa vjet. E meqense, dhe do thoya që hetimi mund ta nisni nga Lëvizja Bashkë. Dhe meqense po flasim për oligarkinë ekonomike, zoti Dumani jam i bindur e di më mirë se sa unë, se ashtu siç ka politikant korruptuar, ka edhe oligark korruptues. Dhe nuk duhet hetuar vetëm të korruptuarit, por edhe korruptuesit. Dhe edhe pse disa emra janë të pandehur, peshkaqen dhe mëdhenj të oligarkisë ekonomike që furnizojnë me para politikën, vazhdojnë të notojnë të pashqetësuar. Pika e fundit sa i përket pyetjes që bëra për sinjalizuesit lidhet me faktin se edhe pse duhet përgëzuar SPAK-u që në harkun kohor prej 2 vitesh e pak ka çuar në hetim 2 prej zëvendës kryeministrave të këtij vendi, gjithsesi ndodhemi para një paradoksi, ku zëvendës kryeministri që ka mundur të largohet dhe është në arrati, nxjerr akuza kundër kryeministrit, ndërkohë të gjithë ministrat, përfshirë dhe kryetarin e Bashkisë Janë Burg, nuk flasin. Prandaj, duket sikur në sistemin e drejtësisë që kemi ngritur, ata që kapen nga sistemi i tremben më shumë hakmarrjes së kryeministrit se sa vetë dënimit të sistemit. Prandaj, duhet të sigurojmë bashkëpunimin me drejtësinë. Faleminderit. Faleminderit. Tani fillojmë me diskutimet, me debatin që do të jetë 150 minuta, i shpërndarë si më poshtë. Zoti Sali Berisha 15 minuta, zonja Romina Kuko 10 minuta, zoti Flamunoka 9 minuta, zoti Erion Braça 10 minuta, zoti Tedi Blushi 8 minuta, zoti Erion Malaj 10 minuta, zoti Luciano Boçi 7 minuta, zoti Olsi Komici 10 minuta, zoti Belind Këlliçi 7 minuta, zonja Klodiana Spaiu 10 minuta, zoti Agron Sheja 1 minutë, zoti Ralt Kapri 1 minutë, zoti Ulsi Manja 10 minuta, zoti Tauland Balla 10 minuta. Zoti Sali Berisha, fjala për ju 15 minuta. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ishte një rast unik në jetën tuaj për të gjithë ata në jetën e atyre që ndoqen këtë seancë. Se si pan grupin e mëkatarëve të strukur, të përullur, gjerë në dhe, se si e pan avokatin e shpifur që u bë këtu një sistemi i cili po penalizon më shumë se cilin do tjetër qytetarin e thjeshtë. Ju, avokatrit e Dumanit, të kapurit peng të Edi Rams, nuk duhet harroni këtu, se për qytetarë shqiptarë që vetëm me çezin kanë humbur 630 milion euro fatura të certifikuar nga kompani ndërkombëtare për shkak të pazarit që Edi Rama ka bërë
me kompanin Qez në një kohë kur arbitri ndërkombëtar i shkruan të letër e i thoshte zoti kryeministër, mos bëj marrëveshje sepse qeveria shqiptare është në pozitën e fituesit. Por këto i mbulon Dumani dhe Dumanërët. Ai që pëson nga ky qëndrim i tyre dhe i tij është qytetari shqiptar, i cili pagohu si saqimet e kokës 400 milion euro për incinerator dhe s'kan namas një shansë sot. Dhe ai thot se kam hetim para prak pas kaq vitesh. Po s'mund bëhet me i shpifur. Po çfarë hetimi para prak mor? Janë 400 milion që nuk ekzistojnë, janë 140 milion për djegësit e Tiranës që s'ka as gjurmë, që i kanë paguar njerëz të varfër. Dhe ai thot po vazhdoj hetim para prak. I mashtrues ordiner që del këtu dhe përpiqet të mbroj nga flakët e djegësave. Edi Ramën, kryearkitekt e tyre. A e dini o qytetar se për çfarë kush është dënuar për djegësit e Tiranës? Është dënuar Arben Ahmeta që e ka kundërshtuar 5 herë. 5 herë me shkrim. Dhe u dënuar sepse u gjetën pllakat e banjos. Do me thanë, 140 milion euro kushtonin sa pllakat e banjos të ish bashkëshortet sa Arben Ahmetaj. A e dini o qytetar, se të marras bashku këto bëjnë 1 miliard euro, se të marras bashku këto bëjnë 2 fishim pensionesh, se të marras bashku këto bëjnë 2 fishim rrogash. Nuk i ka vjedh Altin Dumani këto. Po Altin Dumani është bërë avokati vjedhjeve më të mëdha në historinë e këtij vendi. Ju flisni për hetime. A e dini ju që është 50 milion euro tuneli Llogaras, që është 120 milion euro gjobe e qytetarëve shqiptar për aeroportin e Vlorës që do të marrë tani Lubia me Edi Ramën. A bëjnë këto së bashku